se është më rëndësishme ta kuptojmë se Zoti na trajton me dashuri, ai nuk don që ne t'ja kemi frikën. Zoti nuk kërkon nga ne që ne të jetojmë në presion e frikës. Por duke pas parasysh se njeriu është i tillë, ka nevojë pak të drejtohet në frikë, këtu përdoret kjo. Përndryshe edhe në fe. Për shembull, kur kemi të bëjmë me një mëkatar, i cili realisht është i friksuar dhe i trembur, sikur se tha profesori, nga mëkatet, këtu nuk duhet ta trembim edhe më shumë me xhenem, është tërësisht e gabuar. Ti themi është e vërtet kjo që ke frikë ti, edhe ke drejtë të kesh frikë, nga se dikush si ti këtu punë që i ka bërë nuk e di si e mbajnë këmbët, kjo është totalisht e gabuar. Duhet që t'ja balansojmë këtë frikë me shpresë, të themi është e vërtet që po friksohesh. Mirë po, Allahu është ai që të fal, dhe Allahu është ai që don ty dhe të pranon. Andaj në momentin kur ti pranon që të kthehesh tek ai, ti nuk e din sot mirë ai tjetër. Prandaj këtë frikë duhet ta menaxhojmë me atë që është e kundërt me shpresën. Ndërsa të kundërtën, kur e gjejmë njëri i cili thot, për shembull, un kam zemrën e pastër, ndërsa asnjë obligim se kryen dhe nuk vret asnjë ndikim i frikës ndaj Allahut në jetën e përditshme, e këtë duhet të themi, është e vërtetë se Allah është i mëshirshëm, është e vërtetë se Allah na don, mirë, Allah ka dënimin e dhimbshëm, andaj mundo të balancosh me kësaj dhe asaj për të orientuar drejt vetëm. Ndërsa frika, thash, është mjet, nuk është qëllim në fe. Synim është dashuria ndaj Allahut. Synim në fe është të besojmë drejt në Allahun duke shpesuar në mëshirën e tij. Nëse frika është element ndihmues për të orientuar si duhet në drejtim e Zotit. Po, edhe diçka të fundit janë minutat e fundit. Frika tek bota shtazore është vetëm si instinkt. Tek njerëzit është edhe instinkt, edhe ndjenjë, edhe emocion.